E kanë gjurmuar 10 ditë më parë në Abu Dhabi në Emiratet e Bashkuara Arabe, Altin Sinomati. Shtetas shqiptar i kërkuar nga prokurorët e drejtorisë antimafjes rajonale është arrestuar pasi konsiderohet si porositësi i vrasjes së bashkëkombësit të tij Selavdi Shehaj. I njohur me nofkën Paseroto në plazhin e Torvjanikas më 20 shtator të 5 viteve më parë. Një larje e sapesh në kuadër të përplasjeve mes klaneve kriminale në trafikun ndërkombëtar të drogës të shoqëruara me episode dhunet kryera me metoda mafioze. Vrasja e Pyskitelit Diabolikut. Shqiptari është identifikuar falë shërbimit bashkëpunimit ndërkombëtar të policisë dhe hetuesve lokal. Hetimet e përbashkëta të karabinierëve dhe policisë kishin bërë të mundur tashmë të vërtetojë se ekzekutori i vrasjes, Raul Esteban Calderon, i dënuar me burgim të përjetshëm edhe për vrasjen e Fabrizio Pyskitelit, të njohur si Diabolik, kreu i tifozëve Ultras të Lazios i vrarë më 7 gusht 2019 në Rom, ishin pikërisht nga Sinomati të vriste edhe Paseroto në këmbim të një pagese prej 150.000 eurosh. Trafiku i drogës në qendër të hetimeve për atentatin ndaj Ranuçit. Shqiptari u dënua së bashku me Giuseppe Molissoni, i konsideruar një tjetër figurë e rëndësishme e trafikut të drogës në Rom, i cili ka qenë gjithashtu në qendër të hetimeve ditët e fundit për sulmin ndaj gazetarit të Report Sigfrido Ranucci, të kryer të njëjtën e kaluar në mbrëmje përpara shtëpisë së tij në Campo Ascolano, një fshat i vogël i Pomecias, por edhe shumë afër Torvjanikas.